Babi, a të kujtohet kur më the që muj me provu diçka kreative? Po. Këshyre? Qfar? Qfar është kjo më era? Qfar është kjo? është vizatimi përhershëm? Pst, është fake. Po, për gjithmonë. Tatuazh i përhershëm. Drita! Shikoja, mëj. Shikoja. Tatuazh nën kulmin tem. Po. është bërë shenjë sinjalistike për komunikacion. Berlin, Vjen, Amsterdam, Paris. Byrektore kjo. Branding, bebap, branding. Reklam. Që s'po t'jen mare, bre. Pak respekt për trupin tanë. E ki bo trupin billboard për byrektore. Qka është të radhës? Me shkru këtu në shpin recetën e byrekut, a? Në fakt, s'është ide e keqe. Po. Jepi ideja të reja ti. Nese do t'a shkruaj në ballë recetën e byrekut. More vesh apo jo? Dhe kjo nuk e kupton fare se çfarë do thotë e përhershme. Do të maluani mendje, do të maluani. Konfuqi. Vidi. Mislish që deka treba dhe im ka zham deka e hena? Hena? Këna be Konfuqi, nishto në razbiresht. Aha. Сега ќе и тата ме отличен совет. Пушти ги прво нека се маринират во своите емоции, како зелка за сарма. Ti thu bën diçka të bukur, diçka kreative. Çka bën ajo? Qohet e bën trupin e vet billboard për byrek. Po, bre, shpirt, po. Po të paktën të kishte bërë ndonjë zemër apo ndonjë lule të kishte bërë. Jo, byrekun kjo në krah. Na të shmendi, kret. Qetësoni, merrni frym, është fake. Çfarë? Është hena, TikTok shaka. Mos u nervozoni. Lëkurën hala e kam si bebe. Hena? Çfarë është më kjo hena? Hera, mos e kjo më e rrezikshme se tatuazhi i përhershëm moj. Jo bre bab, është këna, klasike. Këna? Këna, si gjyshja, këna. Je e dënuar je. 3 javë ti kemi pastru krejt byrektor. Po, jo, 4 javë. Ja ka vlet. I ku marrë 42.000 viewsa, edhe një reper i njofshëm ma ka bo like video. Стравот е привремен, како и хената привремен.